Jemi rikthyer përsëri së bashku dashur me energji të mirë. Tani më i ftuari është prezent pasi ka bërë një peripeci të jashtëzakonshme për të qenë në radio. Thuaj Ariola Shell, thuaj përpara se ti thuash emrin. Thuaj çfarë ka bërë. Çfarë do themi? Unë thash bion e ti aq mjaftoi Arion, po ç'bëri akrobaci nga Tirana. Aldo Marko, faleminderit që të Tiranës. Eksakt, faleminderit që je me ne. Ta themi për ata që nuk e din, se nuk e din normalisht se kemi thënë. Aldo erdhi për në radio, po përfundoi pak në Kashar. Që ju e dini që radio topi është tek Albania dhe Kashari është në Kashar. Nuk e di me idenë që Top Channel, Top Albania ja dolëm ban me sukses, mirë se erdhe Aldo. Që sot na ke bërë sebe për të zgjedhur si destinacion Bangkokun, si vendin e preferuar tëndin apo? Po, në Lashi është shumë mirë. Ne ishim me Arionin vjet kemi qenë. Një vit gati, po. Super experience. Po, në fakt ishte herë ime parë në Azi, për te Turqisë, nëse mund të quhet se Turqia është. Gjysmë Azi. Pare te ke shkel se gjysmë më në fakt kam kalu urën, kështu që ishte hera parë në Azi edhe mendoj që Azia është një si thosh është një asaj se bashkë kemi qenë asaj tha ja. Po do të tregoni mua, çuar ky program është vetëm për mua. Se ne kemi qenë bashkë. Si ke komë një më çfarë? Mund të isha më mirë, mund të isha më keq, kështu që faleminderit Zotit me kaq. Me voleyboll, unë vdes për. Me voleyboll, po. Kështu që po, domethënë në la supermbresa, arkitektura, lifestyle, zhurma. Çfarë bëri për shtypja? Unë të mia ti thash, unë listova vapa e madhe që sa zbritëm, thash që ishim në mes të qytetit dhe na duke sigurisht ishim Buzdetit, edhe pse si ishim Buzdetit, zhurma, kaosi përshkrova përpara se të vijë ti, kështu që këto ishin ato që më lanë mua. Çfarë bëri mua për shtypje për te vapës, sepse kam qenë në disa vende të po themi afër Ekuadorit që janë në Amerikë dhe e kam ndjerë ato zagushie përpara, të tmeshme, të frikshme, kështu që deri diku ishte mësu trupi. Zhurma, kaosi, sidomos nëpër trafik, nuk e di se si merreshin vesh gjithë ato motorë. Tuk-tukush, e ke thënë në hap. Trafikun e lexuam. Domethënë xhironte gomat gati botohej tuk-tuku ndërkohë që i jepte. Por ne si shoqëri nga që jemi mësu pak kështu duke i dhënë makinës një lloj far kaos, ishte normale për ne, kuptimin ne na pëlqet adrenalina, por kam përshtypjen që turistat të tjerë që mund të jenë nga i vend më perëndimor, me rregulla, mund të jetë shumë ekstreme si eksperiencë. Ushqimi i rrugës që ishte goxha eksotik, po themi. Aldo pati kurajo. Po pra, na tregon çik eksperiencë. Po unë tregova pak edhe kurajon. Arioni tha që ishte higjiena bërnut aty tani. Skandal, po. Po si e provova? Po ato jemi mësuar. Skenën e gjoksit të pulës, poshturës që merrte te qesja e mbanën. O zot, hani njerëz atë, ha? E bleni njerëz. E bleni pa. Çfarë provove? Ishte kurioz pe diçka apo rastisi? Shkum te një rrugicë që kishte goxha kështu për qendrim të këtyre lloj ushqimeve, dhe pse ishin kudo, po te ke rruga e caktuar Cowboy Street. Cowboy Street. Aty ku përdesh zoom, përdesh na ran ato Lady Boyd. Bravo. Lady Boyd dhe ju desh ju rrafën. Desh na rrafën na bën Lady Boyd. Po do shkojmë aty, do shkojmë për rindoshimi. Pas kemi historira në këtë program. Gjërat më ekstreme që ishin, domthonjë që ishim edhe shumë kurioz për t'i provu, po flas shumë se ti s'ka ngra si gjë nga ato. Jo, unë jo. Domthonjë një akrep që provova dhe mos gaboj që ishte krokodil i vogël. Krokodil i vogël është si mini krokodil i vogël. Si zhapik, mos keni ngrënë zhapik. Jo, krokodil ishte. Se ishte edhe trupi i madh, mund ishte edhe mishpule, po krokodili ishte trupi i madh. Krokodile, keni fjalën sa gishti për shembull apo sa parakrau? Si një salamandër kështu. Çka kur ti thua lop, nuk është e ha gjithë lopën, një cop lop ose dhe ai shkreti se gjithë krokodilin. Ai ishte gjithë forma. Ishte çuditshëm. Ishte gjithë forma, ishte më vërtet kështu si krokodil. Wow. Pa akrepi ishte sfida ime më forte, nga që kam pas edhe fobi gjithë jetën akrepin. Edhe e hëngre me dhëm fobin tënde. Me djesht ftofta, gjithë atë vap. Arioni më shumë mirë, po djersisja kështu gjithkohës edhe. Po çfarë shije kishte? Shiko, mua më qetësonte fakti që e kanë ngrënë të tjerë përpara meje, tipit që nuk është se po e provoj parë dhe do vdes. Kështu që kjo është një lloj kështu comfort. Sado që është në rrugë dhe pas një lloj sfidose. Shija ishte që ishte gjithë luspa dhe nuk është se kishte shumë mish. Ti nuk do të përtypesh për ta ndjerë mishin që kishte brenda akrepi. Po ishte i gatuar, kështu që po mbaj mend se ka një si push kur e përtyp në fund, kthej ka një si push në fund. Dhe kishte ngrënë prap? Jo, aq ishte, thiva. Për eksperiencë. Domethënë nuk ishte një shije që ty të pëlqeu. Po krokodilin do e haje prap? Si pulse atëre ti, si pulse, duke si pul një gjë tillë. Thell. Kush krokodili apo gjërat pozitive të shija, me çfarë ngjani? Pula, si pula e kujt?
Po pra, s'e di dhe. Ora akrepi apo krokodili? Krokodili pra. Po ky thot akrepi tani ndajemi. Ja, krokodili, mbajmën krokodili më thësh. Po çuna tani. Ka kaluar një vit, kemi. Do nxjerr jashtë po vazhdo. Prapë. Ka kaluar një vit. Do shkojmë prapë ta rifreskojmë. Do provojmë diçka tjetër. Po tjetër çfarë bëri për shtypje? Çfarë bëri për shtypje? Ledi Mboj ne pak i përmendëm në program se ndeshëm që edhe juve të na tregonit si e keni kaluar këtë si eksperiencë të bëri për shtypje, sepse me çfarë lexova unë të paktën ishte shumë i përhapur si fenomen, mbase më shumë se sa në vendet e tjera. Përshtypje. Tani ne jetojmë në një epokë që domthon s'na bën përshtypje më asgjë. Ne shikojmë çdo gjë, domthon kemi akses të informacioneve pa qenë aty, kështu që ishim rrahur me këtë gjë. Çam bëri përshtypje ti shikoje vizualisht, për të shikoje live, ishte ajo pudra që përdornin për të bërë më të bardhë. Bardh, po. Ai ishte ai që ajo binte shumë sy, se nga video ti nuk e percepton shumë atë, ndërkohë që kur e shikoje live ndjej si shumë e podrosur, si fantazm, si duan. Mermer. Ndjej shumë. E falso do të ishte egzageruar, pra binte në sy, nuk është se ishte një gjë që nuk binte në sy. Po çfarë Ishte stili tyre i bukurisë, si keni thënë në pjesë të tjera të Azisë që e bardha është e bukur dhe ata ose ato në këtë rast nuk e dim, nuk është se u lumtuam shumë. Shikoj, pastaj një histori interesante atëherë që kanë disa perëndi që janë gjysmë meshkuj, gjysmë femër, mbase duke trajtuar veten si perëndi, mbase edhe bënin këtë lloj procesi, këtë lloj. Kush e merr vesh? Po sa keni për ta treguar? Është e bukur, mbas këngës së radhës kthehemi dhe vazhdojmë bisedën. Rikthehemi shpejt. Ja. Dhe vazhdojmë flasim për Bangkoku, nuk humbim as edhe një sekond. Aldo po na tregonte çudirat e Bangkokut që i ka përjetuar së bashku me mua. Ka qenë me shumë fat në fakt që e kam bërë këtë eksperiencë me Aldo, sepse ishim të dy, edhe pse miq në një ambient totalisht të ri. Pra edhe për mua ishte një lokacion që se kishe vizituar edhe Aldo. Dhe le bisedën te Lady Boyt edhe te koncepti shpirtëror që kishin Lady Boy. Po këtë mund ta them unë, në disa besytni apo në disa koncepte fetare të fesë budiste, Zoti është pa seks, pra është between, është në mes, mund të jetë vajzë, mund të jetë Ariana Grande thot God is the woman. Po në kulturën e tyre ishte hynore të jesh në mes. Po dhe ata këtë gjën e përdornin edhe për kulturën personale, për të zgjedhur në cilën se di si ta them, se do të kesh gjithmonë kujdes kur po sepse nuk i thua dot asnjë gjini të mirë fill se ti nuk e di çfarë gjinie është, pra çka ai nuk identifikohet në një gjini apo në një tjetër. Kështu që është temë disi delikate, po koncepti Lady Boy ishte prezencë për të na futën në mes e na zhdëpën ndru. Ja. Po. Na trego pak për atë momentin, se unë mbaj mend me kamerën në dorë tek rrugica. Futemi te një rrugicë, mban mend, Këtë keni kapur juve si video? Jo, këto do të jetë. Po ne jemi. Se mbaj mend. Çfarë janë këta Lady Boy apo goca? Po ne jemi, po. Jo tha ajo mos filmo tha. Po, ky ishte problemi. Ky ishte problemi. Mban mend momentin? E mos na filmo? Mbajmë shumë mirë. Ne nuk e dinim, ne kemi parë video pa. Jemi në Pattaya këtu nëse nuk e bëj. Kjo është Pattaya Street quhet si. Po, Pattaya Beach. Çfarë bëjnë këta njerëz këtu për shembull? Janë turist mix me vajza që punojnë në zanatin e famshëm që kemi këtu. Ishte pak a shumë si një red light district i Amsterdamit. Po versioni Bangkok, versioni. Po kjo është me vajzat ose me Lady Boyt nuk na ndodhi në Pattaya, na ndodhi direkt në Bangkok, na ndodhi në rrugicën që ishim me vetë tregoj pak se ishte bukur rasti sken. Aldo po filmonte. Po unë filmoj apo ti? Po ti po filmoje. Që i thash është shoku im në fillim mendova se do të vinin të merrnin për të futur brenda te lokali. E di si po e bëjmë se të mohabetet kur dikush ka dashur, edhe dy çuna duhet binë dakord në një variant. Kemi xhiruar, aty s'kemi si gënjej. Ideja ishte që Aldo po filmonte, nëse e mbaj mend mirë unë kështu. Aldo po filmonte dhe një nga këto vajzat ishte veshur ose më saktë ishte zhveshur totalisht dhe ishte një grup Lady Boy. Po ishte veshur pak. Edhe ishte një grup Lady Boy dhe një nga këto më e bukur ose më i bukuri po i afrohej. Po se duhet ta pyesësh si identifikohet, kështu që për të qenë korrekt i them të dyja. Dhe i afrohet, unë mendova se i afrohet për t'i thënë diçka të tipit hajde brenda te lokali, ndërkohë ajo vetë dhe i hedh dorën. Po, i hedh dorën Aldos për t'i treq kamerën. Dhe unë shkriti mendova se po e trajtonte mirë dhe i them shoku im, e den që s'ka gjë ty. Kur u futën erën të gjithë ato për të na harruar, nëse nuk lejohej të filmoje. Dhe në ato momente na i kanë kap kamerat dhe na i kanë përthyer të dyve kamerat. U bë një moment sikletshëm sepse mund të merrte për masë çikut ndaja, domethënë se supozohet që ato kanë edhe stafin e vet, mund të kenë bodyguardët e vet edhe. Ne nuk e dinim që nuk lejojmë të filmojë, po nuk bën sens sepse njerëz bënin videot me telefona. Po siç duket është ky mentaliteti që po ishte telefoni është okay, po ishte një aparat tjetër. Po është kamera, i duhet bëhet çuditë. Si e sheshuat këtë sherr se na kapi ankthi tani?
Po na duket se po na vjen këtu. Jo, në fakt ishte Odzi që na dha një kështu. Odzi ishte ai shoku që na italiani që jetonte në Bangkok, që na çonte për këto ambientet, i cili filloi foli në gjuhën e tyre, i tha që jo nuk po filmojnë më, largohu dhe e mori përdore një nga ato vajza dhe largoi dhe na shpjegoi. Po dhe ai nuk na i thane që kjo gjë nuk lejohej. Pra kur pan kamerat u bën agresive ato vajza. Por ju e morët materialin që ju duhej, me sa kuptoj. Ne pastaj vazhduam duke xhiruar sërish, por kamerat nuk i mbanin më kaq të ekspozuar, duke treguar që duke deklaruar veten që po filmojnë, po fillon të mbanin pak më në formë sniki. Mbani mend ndonjë fjalë nga gjuhën e tyre? Asë. Më me zhur, më pastir, më që hajnë. Ti e kopjoj bukur. Se vënë kështu për këtë leshin edhe ishin çuditë që flisin. Gjithsesi Aldo ne po e nisëm bisedën dhe është absolutisht shumë e bukur se kjo është tema e emisionit Bangkoku, po nuk të pyetëm ty çfarë marrëdhënie ke në përgjithësi me udhëtimet, se ti na ke dërguar edhe një sër fotografish nga udhëtimet e tua. Amerika, nëse nuk gaboj, ishte një prej udhëtimeve që më ke treguar, që e ke jetuar përveç se si turist, po edhe si qytetar i Amerikës. Po, për sa vite? Rreth 2 vjet. 2 vjet. Shiko, kam qenë në shumë vende, tani natyrisht që domethënë për çdo që vlerëson udhëtimet, po themi e kupton rëndësinë e udhëtimeve, e kupton sa rëndësi ka shpirtërore apo mendore apo të zgjerosh dimensionalisht, domethënë për të parë kultura të tjera dhe vende të tjera, për të mos u mbyllur vetëm në një pellg, po themi. Po nga ana tjetër janë dhe shumë vështirësi, tipit qof nga kostot apo qof nga koha, që koha është armiku jon kryesor. Më kujtohet për shembull ajo thënia që pse do të bësh lek? Dhe thotë dua të bëj lek sepse dua të jetoj i qetë. Po më pas çfarë do bësh, më pas të kem kohë të udhtoj. Pra domthonë, duke bërë disa pyetje ti arrin tek konkluzioni final. Kështu që zakonisht kjo është liria për të udhëtuar, kështu që kur e kuptove sa i rëndësishëm ishte udhtimi dhe shkëputja për ty? Fakt që herën e parë kur kam dalë në Europë, ka qenë në Suedi në 2004, kam qenë 15 vjeç, 14-15 vjeç, ai ishte hera e parë që në atë kohë me viza viza Schengen, domthonë kishim qenë në Maltëzi, në Maqedoni dhe në Kosovë, po themi Ballkan, dhe ishte hera e parë që shkoje për te. Europë, dhe sidomos në një vend të Skandinavisë që është akoma më perëndimore dhe më ka qefi avionit. Po. Sa të sillin dhe ushqim. Po, në atë moshë për shembull nuk e ke frikë avionin. Tani sa më shumë rritesh aq më shumë fillon të kalkulon gjëra. Bëna është për frikë. Është kjo. Kështu që ishte një impakt shumë i madh. Do ishte një impakt që nuk kthehesh më i njëjti. Impakti i dytë i kësaj rëndësie se Europa pa, më pas janë specifika të tjera kur shikon Italinë apo Francën apo Greqinë apo Gjermaninë, Çekinë, ka pëlqyer shumë Çekia. Çudi. Edhe Amsterdami shumë, gjithë të tjerë. Pastaj impakti tjetër kështu që la mbres, po themi, ridimensionimi ishte kur shkova për herë të parë në New York, hera parë, sepse kishim parë New Yorkun vetëm nga filmat edhe nga nuk ishte aq grandioz. Se lidhej me ëndrrën amerikane për ty apo thjesht kurioziteti? Po nuk është aq grandioz, domethënë ti pret që ato jepi shaj New Yorkun tani Aldo. Jo shaj, po thonë një gjë negative se ti të mburi negative. Ka sa dush për të thënë gjëra negative. Domethënë është pak i piset për hir të vërtetës, të e dinë gjithë masivisht, domethënë. Nuk është dhe aq i sigurt, po themi, sado që është relativisht shumë i sigurt vitet e fundit. Aldo non grata. Ja, po të vërtetë, është po thotë të vërtetë që hidhur. Nga ana tjetër është kryeqendra e botës, për ta rregullojmë. Është kryeqendra e botës ekonomike, e marketingut, ekonomike. The Big Apple, I love New New York in my heart. Shika, po me që se jemi kështu e mbyllim me humor të mirë këtë copës, shkëputemi për pak muzikë, rikthehemi prap dhe padyshim do themi të gjithë të mirat e Amerikës. Të gjitha.